Romët sot shënojnë ditën ndërkombëtare të tyre 8 prillin. Tani më në mënyrë tradicionale, kjo ditë shënohet për një dekadë në Gostivar. Me këtë rast, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani ka pritur në takim një delegacion nga kjo basi në përbërjet e snafit rom në Gostivar, këshilltarin komunal Firdeus Hajdari dhe nënkryetarin e partisë politike Forcat Demokratike Rome dhe njëherë zëvendës drejtorin e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Kashmir Saliu. Kryetari Limani tha se gjatë takimit është biseduar për ngritjen e pozitës së romëve në shoqërinë tonë si pjesë e barabartë e saj. Biseduam për disa projekte, por edhe për aktivitetet që do të mund të realizojmë vitet në vijim. Gjithashtu biseduam edhe për ngritjen e pozitës së tyre në shoqërinë tonë si një pjesë e barabartë e shoqërisë tonë dhe mendoj se çdo vit do të kemi nga ndonjë, le të themi, risi apo aktivitet me të cilën Romët si bashkësi, jetën kulturore të tyre, por edhe integrimin e tyre në shoqëri do ta ngrisim në një nivel më të lartë. Shfrytëzoj që ta uroj këtë ditë dhe ditë të tjera të gjithë Romët apo bashkësia etnike rome t'i pres me një pozitë të avancuar në shoqërinë tonë. Nënkryetari i partisë politike Forcave Demokratike Rome dhe njëherë zëvendës drejtor i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Kashmir Saliu tha se basia rome ka qenë më e marginalizuara në shoqëri në shtetin tonë, por Gostivari si qytet ka bërë përjashtim. Pas zyrtarizimit të flamurit, Saliu tha se tash radhën e ka zyrtarizimi i gjuhës rome në Gostivar. Gostivari isključok u pogled na integracijata na Romite. Gostivari bën përjashtim në drejtim të integrimit të romëve, sepse gjithmonë punët e mira për romët kanë ndodhur në Gostivar. Para 2 vitesh ne kemi vendosur zyrtarisht edhe flamurin rom në komunën e Gostivarit. Pas zgjedhjeve lokale, aludojmë që edhe gjuha rome të jetë në përdorim zyrtar, sepse në atë mënyrë mendojmë që do të ishim të barabartë me maqedonasit, shqiptarët, turqit dhe popujt e tjerë. Vullnetin e kryetarit dhe të kësaj administrate komunale e një shkëlqyeshëm për bashkësinë rome dhe shpresoj që bashkërisht do të tejkalojmë të gjitha problemet e mëtejme me të cilat do të ballafaqoheshin romët. Saliu tha se gjatë bisedës që kanë zhvilluar me kryetarin Limani kanë hasur në mirë kuptim për disa projekte që periudhën e ardhshme do të realizohen për basinë rome në Gostivar. Gjatë takimit, një nga kërkesat ishte që sa më shpejt të bëhet asfaltimi i rrugës deri tek varrezat rome në Gostivar, ku punimet tashmë kanë filluar. Na dnešni sastanak, na dnešната sredba. Në takimin e sotëm theksuam disa prioritete, të cilat në periudhën e ardhshme do të duhet të bëhen për bashkësinë rome, për çka hasëm në mirë kuptim nga ana e kryetarit zoti Valbon Limani, dhe për këtë dua të shpreh falënderim dhe në të ardhmen të vazhdoj në drejtim të mbështetjes së bashkësisë rome. Ndryshe me Kushtetutën e vitit 2001, romët në Republikën e Maqedonisë së Veriut njihen si popull.